Zëvendës kryeministri Musa Xhaferi tentoi mbrëm në emisionin Rruga e Drejtë të argumentonte 100-diçin e parë të qeverisë VMRO-BDI dhe arritjet e BDI-s për këtë periudhë kohore. Gjatë prononcimit të tij, Xhaferi përmendi disa projekte infrastrukturore të cilat po zvarriten dhe bartin nga viti në vit, ndërsa nuk foli për çështjet politike. Ndër arritjet e kësaj qeverie, zëvendës kryeministri radhiti edhe numrin e votave dhe deputetëve që ka marrë BDI-ja në zgjedhjet e fundit. Me cilët premtime i mori gjithë këto vota Bashkimi Demokratik për Integrim? Mira, ajo është një program i tërë, tash ne nuk kemi edhe mundësi ta ose qartë, por ne e dimë dhe opinioni i gjerë e dinë se cilët kanë qenë premtimet e BDI-s për të marrë ato vota dhe dihet pse BDI-ja i ka marrë 153.000 vota, gjë të cilën nuk e ka bërë asnjë subjekt politik shqiptar. Ju keni premtuar se do integroni Maqedoninë në NATO. Mirë, okay. E keni premtuar gjithashtu se do të keni 1 nga 5 pozita të kyçe në shtet, nuk e keni asnjë. U futët brenda qeverisë, koalicionit duke shkelur mbi gjithë ato që e premtuat para opinionit dhe u futët brenda duke hedhur gjithçka në një kartë që quhet integrimi i Maqedonisë në NATO. Kjo është realiteti, zoti Xhaferi. Kështu, ne kemi bë kalkulimet tona politike për të cilat do të paguajmë çmim, nëse do të jetë ashtu si thoni ju, ose do të dëshmohet e kundërta. Analisti Erol Rizau nga ana tjetër theksoi se BDI-ja politikisht nuk po e zë vendin e duhur në qeveri. Според односите на силите и значението. Sipas raportit të forcave dhe vlerës që kanë në qeveri, roli i BDI-s mund të ishte shumë më i madh dhe shumë më i shprehur. Kjo nuk është bërë dhe në opinionin maqedonas kjo interpretohet se BDI-ja nuk e bën për shkak të interesave korruptive. Ku janë parat, interesohen më shumë, ku ka privilegje të tjera dhe këtu bën lëshimet e saj ndaj VMRO-DPMNE-s. Sipas analistit Ramadan Ramadani, BDI-ja lejon VMRO-n që të drejtojë shtetin pas një pengesë, sikur të jetë prum partijake pa mbajtur llogari për pasojat. U problematizua emërtimi i shkollave, atëherë të lutem propozohet një ligj që krejt shkollat në krejt Maqedoninë të janë pa emra ose të jenë me emra që kanë me u pëlqi krejtëve ose një zgjidhje ligjore. Bashkimi Demokratik për Integrim i zaptoi shqiptar që mos ta japin votën e vet, vendosin për kryetarin e Republikës me premtim se do ta rregullojë këtë çështje. Deri më sot, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka parashtruar ligj për ingerencat e kryetarit ose zgjedhjen e kryetarit të ardhshëm. Edhe kjo problem, kjo vazhdimisht. Sot i ka plas një ambasadorit, domethënë atyve që s'ju shkruan Ivanovi si qepse s'ju thot zotëri e tjera me radhë, vënon njerëz legjitim ose jo legjitim. Zëvendës kryeministri Musa Xhaferi foli edhe për mosvendosjen e 3 përmendoreve shqiptare në kuadër të projektit Shkupi 2014, duke i hedhur fajin komunës qendër për sabotimin e aktit. Xhaferi pranoi se Shkupi 2014 në përgjithësi ka shkuar shumë larg dhe ka dalë prej kontrollit, si në aspektin infrastrukturor, ashtu edhe në atë historik dhe politik.